Të pa recetë apo barnat OTC, të cilat shiten pa recetë nga barnatore të ndryshme, nuk do të thotë që janë pa rrezik. Ato duhet të merren me konsultë nga ana e profesionistit shëndetësor, konkretisht nga ana e farmacistit, sepse përdorimi i gjatë i tyre edhe mund të shkaktojë efekte anësore, duke ulur veprimin e barit tjetër nëse është duke e konsumuar ai pacient, ose edhe duke sjellur edhe ankesa të tjera gjatë përdorimit të gjatë të tyre. Për shembull, barnat të cilat përdoren pa recetë të mjekut më të shpeshta janë ibuprofeni, paracetamoli, ketoprofeni, e shumë barna të tjera të cilat përdoren për ftofje dhe për gjendje gripoze, dhe këtu ne duhet të informojmë që këto të mos tejkalohet doza e tepërt, pavarësisht të gjitha moshat, dhe duhet të merren në mënyrë të kujdesshme që të mos tejkalohet në varësi të tyre. Për shembull, përdorimi i gjatë ka kërkesë që çdo pacient vjen rregullisht atë ky bar ose ky pluhur për ka efekt një ibuprofen ose një oki ose një solidamol për një periudhë të gjatë kohore, po më i hek gjitha dhimbtë dhe po përdori çdo ditë. Ndërsa një konsultë me farmacistin duke i pyetur rreth simptomave, se çka ke, pse po përdor çdo ditë ose pse po zaventson këtë bari me ndonjë bar tjetër i cili do të ndikonte më mirë, atëherë kuptojmë që ai përgjigjja e tij është më saktë apo më largon dhimbtë dhe po përdori rregullisht, që nuk është gjë normale, duhet shtuar një analizë për çka po vijnë ato dhimbtë, për shembull, dhe pse po përdor për një periudhë më të gjatë. Këto barna kanë rrezik nëse tejkalohet doza ose përdoren për një kohë më të gjatë, sepse shkaktojnë varësi dhe nuk duhet të mirren çdo ditë. Nuk duhet të keq përdoren faktikisht dhe duhet të zëvendësohen me vitamina, me suplemente ose që kanë barna një grup të caktuar që i përmirësojnë shëndetin e atij pacienti. Sot kemi më shumë se kurrë informacion tepër të bollshëm nëpër rrjetet sociale, po edhe kërkesa nga ana e pacientëve nëpër barnatore për suplemente, ilaçe natyrale, vitamina. Sidomos pas pandemisë, njerëzit kanë pasur një vrull, një interesim të bollshëm për suplemente dhe mundohen që t'i marrin edhe përmes fotove të ndryshme, reklameve të ndryshme, influencerëve të ndryshëm të cilët i bëjnë marketing, gjë që nuk është shumë normale, pasi që një marketing i bollshëm që vjen nëpër rrjetet sociale nuk do të thotë që i bëjnë mirë të gjithë njerëzve. Nëse unë e përdori nuk do të thotë që edhe ty do të bëj mirë. Kështu që kjo nuk zaventësohet me një konsultë mjekësore nga ana e profesionistit shëndetësor. Konsultë me mjekun, por edhe një analizë do të ishte mirë se cila vitaminë në trup tënd mungon, dhe ajo duhet të mirret dhe të kërkohet me udhëzim të profesionistit shëndetësor.